Shikues të nderuar, përshëndetje, për i takojmë sërish me gjurmët për ta përmbyllur edhe javën së bashku, ndërsa sot në emision do të trajtojmë një nga çështjet më të ndjeshme të funksionimit institucional në vend. Zbatimi real të ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe respektimin e gjuhës shqipe në institucionet shtetërore. Zhvillimet e fundit kanë hapur disa dilema shumë serioze në vend, apo zbatohet ligji apo po pengohet në praktik. Inspektorati për përdorimin e gjuhëve konstatoi shkelje të rënda në Ministrinë e Drejtësisë, ku sipas gjetjeve nuk është mundsuar dhënia e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, në kundërshtim edhe me detyrimet ligjore dhe kushtetuese. Ndërkaq ky problem nuk ndalet vetëm këtu, për shkak se edhe raportimet të tjera kanë treguar mungesë bashkëpunimi edhe nga institucionet të tjera, ku inspektorëve vet nuk është mundsuar qasja për kontroll. Ka pasur edhe problematika të tjera, por sot nuk do të fokusohemi vetëm në këto probleme, do të fokusohemi edhe tek sfidat dhe zhvillimet pikërisht në këtë inspektorat. Për këto dhe shumë pyetje të tjera sot në studio kemi pikërisht drejtorin e Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve për të diskutuar drejt për drejt për sfidat, presionet dhe të vërtetën pas këtyre zhvillimeve. Arsim Adrizi, mirë se erdhët në Alsat. Faleminderit, mirë se ju gjeta dhe faleminderit për mundësinë e dhënë juve si gazetare dhe juve si medium që të jemi sa më afër qytetarëve për të shqylluar këtë çështje që me të vërtet janë të rëndësishme. Ju falenderoj juve për kohën. Ta nisim me vlerësimin tuaj mbi zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve këtu në Maqedoninë e Veriut. Sa po respektohet në praktik barazia gjuhësore në institucionet e tona shtetërore? Po fillimisht zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve ka pasur përparime të caktuara, sidomos në institucionet shtetërore, qendrore, ku janë bërë hapa konkret sa i takon pyetjes tuaj për respektimin e përdorimit të gjuhëve, gjithsesi barazinë gjuhësore në vendin tonë. Mirë, po këtu duhet theksuar se ne si inspektorat dhe institucion e patëm një, si ta themi, një ngërç politik apo një bllokat institucionale gjatë vitit 2025, kur ishte ndryshimi i ligjit për organizimin e organeve të administratës shtetërore, dhe me njerë pas saj gjatë vitit 2025 ishte ajo inkorporimi i ligjeve nga inspektorati i mëvetësishëm, gjithsesi me subjektivitet juridik, nën kupolën e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe krejt kjo tashmë autonominë tonë institucionale paksa e ka kufizuar. Atëre, është kjo një lloj konflikt interesi, për shkak se organi që juve kontrolloni është pikërisht organi që ju kontrollon juve? Unë mendoj se ligjet janë të qarta për çështjen në fjalë. Domethënë, ligji për mbikëqyrje inspektuese e rregullon në mënyrë shumë mirë këtë gjë, me të cilën edhe pse ne jemi në Ministrinë e Drejtësisë, kjo nuk na ndalon që sa herë që ne kemi indikacione apo kemi hamendje se nuk po zbatohet sakt ligji për përdorimin e gjuhëve, të mund të shkojmë edhe në këtë institucion që ta bëjmë inspektimin. Sa inspektime realizon inspektorati në vit, të themi, të kemi një numër më të qartë? Paravorësisht është numri 100 inspektime në vit, mirë po ky numër mundet me qenë në plus minus 4 ose 5, 95 ose 105, sa i takon kësaj çështje, domethënë ja për vitin 2026 kemi parapo me plan vjetor që të realizohen diku 105, 106 inspektime. Çfarë masash konkrete merren ndaj institucioneve që nuk e zbatojnë ligjin siç duhet? Po këtu vlen të theksohet se nga 16 apo 17 inspektorate në vend, ne jemi inspektorati i vetëm i cili nuk mund të shqiptojmë gjoba aty për aty. Dhe kjo edhe na tangon si institucion në realizimin e qëllimeve tona për funksionimin normal dhe për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Masa kryesore e inspektoratit, nëse vërejmë se ka mungesë të zbatimit të ligjit, atëherë nga ana e inspektorëve jepet vërejtje, jepet një kohë, një afat i caktuar, të cilat ato duhet të përmirësojnë dhe
jemi në rregull. Po nëse nuk respektohen, çka ndodh më pas? Pastaj nëse nuk respektohen me ligjin për mbikëqyrje inspektuese, atje janë afatet si të procesit të punës nga inspektorët dhe me përpilimin e akventimit përfundimtar nga inspektorët, atëherë lëndën e dorësojnë në gjykatën administrative penale në Shkup. Dhe më pas vinë gjopat, besoj. Atëherë nuk është në ingerencat e juaja. Nuk është në ingerencat tona, pastaj është punë e gjykatës se çfarë vendimi ndërmerr. A keni parë që në raste të tilla kur shqiptohen pikërisht këto gjoba, janë ato efektive apo institucionet prapë vazhdojnë të shkelin rregullat e parapara? Gjatë punës time si drejtuesi i institucionit inspektorat për përdorimin e gjumëve, kemi një praktikë prej themelimit të inspektoratit, nëse nuk gaboj dikun mbi 50 landë janë në përgjykata, për 3 institucione veç janë morën masa nga ona e gjykatës në Tetov, nëse nuk gaboj, për dikun 3 institucione të cilat kanë bërë shkeljen e ligjit për përdorimin e gjumëve dhe në fund janë gjobit. Do të ndalemi shumë pak tek një çështje që ka bërë shumë buje edhe në media, por edhe tek qytetarët për gjetjet e inspektoratit pikërisht në veprimin e një ministrie. Flasim për mos respektimin e gjuhës shqipe në këtë rast, si për shembull në rastin e jurisprudencës. Cilat janë konstatimet tuaja në këtë ministri nga ato që keni marrë edhe nga vetë inspektorët? Çfarë të dhëna mund t'ju japim qytetarëve që nuk dinë akoma për këtë rast? Siç e dini ju edhe opinioni i gjerë në vend, mbas peticionit të studentëve të dorëzuar përveç institucioneve tjera edhe në inspektoratin për përdorimin e gjumëve, e pashtë të arsyeshme që të jap urdhër për inspektim të jashtëzakonshëm pikërisht për çështjen që po bisedojmë për provimin e jurisprudencës. Se çfarë shkelje janë bërë aty, unë mendoj se te mediumi ju ishte inspektori i inspektoratit për përdorimin e gjumëve, zoti Fitim Ramadani, dhe shqelloi shumë mirë aty 6 pika se ku janë ato ngecjet ose ku e tangon mos përdorimin e gjuhës shqipe në Ministrinë e Drejtësisë dhe konkretisht për provimin e jurisprudencës. Atëherë të ndalemi pak për shkak se thatë edhe ju vetë kemi pasur në median tonë vazhdimisht kemi folur për këtë rast, kanë qenë edhe inspektorët edhe kanë dhënë të dhënat, kemi pas edhe në kronikat e redaksisë tonë që kanë treguar sakt për këtë rast, të ma bëni një dallim midis mbikëqyrjes së rregullt dhe asaj të jashtëzakonshme për të gjithë ata qytetarë që nuk dinë sakt të bëjnë dallimin midis këtyre dy mbikëqyrjeve. Faleminderit se kjo është shumë me rëndësi edhe për qytetarët edhe për opinionin. Do me thonë, inspektimet e rregullta parashihen prej më parë edhe zakonisht futen në planin vjetor. Pastaj në bazë të planit vjetor, ato rishpërndaren prej muajit janar deri muajit dhjetor për inspektimet që do t'i kemi në institucionet të cilët ne mendojmë se duhet të shkojmë. Te inspektimet e jashtëzakonshme, kjo bëhet në bazë indikacioneve që e përmendëm më herët rastin e Ministrisë së Drejtësisë, pastaj kemi iniciativat e qytetarëve, mirë po dallimi esencial ndërmjet inspektimit të rregullt dhe inspektimit të jashtëzakonshëm është se kur shkojmë në inspektimet të rregullta, aty shkohet për gjithçka në atë institucion të konstatohet gjendja faktikeve se sa është duke u përdorur përdorimi i gjumëve. Ndërsa kur kemi iniciativë, aty shkohet vetëm për një çështje të caktuar dhe nuk kemi drejt për çështje të tjera. Dhe në bazat të kësaj mirë është që ka iniciativa qytetare, kam fjalën edhe që e mundson ligji për inspektimin e jashtëzakonshëm, mirë po për neve si institucion është në rregull të dyja se ne atë punë edhe për atë punë jemi, po kur shkojmë në inspektime të rregullta, atëherë ndjeken të gjitha procedurat në bazë të ligjit për mbikëqyrje inspektuese. Në rregullt. Me çfarë mekanizma detektohen të gjitha parregullësitë nëpër këto institucione? Po për shembull kemi raste të ndryshme. Ka ndonjë institucion që nuk e zbaton të vefaqja e institucionit, apo eks-ministrisë, ose drejtorisë, ose institucionit tjetër. Kemi raste kur nuk e kanë tabelën, kemi raste tjera kur nuk e kanë vulën.
Dhe me intervenimin tonë, pas afatit të dhënë, shumica institucioneve i përgjigjen pozitivisht dhe jemi në rregull. Zakonisht shkon në mënyrë procedurale dhe nuk ka nevojë të zgjatet procedura. Se në momentin për shembull që evidentohet një çështje e tillë dhe nga ana e institucionit ndërmerren masa, atëherë nuk ka nevojë se ne nuk kemi, edhe mendoj se edhe të tjerët nuk jemi këtu për gjoba dhe për ndëshkem, po jemi në përpikshmëri të zbatojnë ligjet që janë në fuqi. Ligjet nuk i bëjmë ne, ne vetëm i zbatojmë. Tani për ta ndërlidhur pak me atë që tam paraprakisht, ku i dorëzoni juve këto lëndët që i kryen edhe vetë inspektorët që më pas duhet të vjojnë në gjykatë ose si shkon procedura deri në zhvillim të kësaj ngjarje? Po, domethënë në mas përfundimit të gjitha mbikëqyrjes inspektuese nga ana e inspektorëve, këto lëndë domethënë dorëzohen te gjykata themelore penale, njësia për kundërvajtje në Shkup. Edhe më pas nuk është në ingerencat e juaja, është pune e gjykatës. Absolutisht. Derisa të gjetet edhe vetë zgjidhja. Tani të ndalem pak edhe tek bashkëpunimi juaj me institucionet. Sa respektohet Inspektorati i Gjuhës nga institucionet tona dhe cilat janë disa prej sfidave më të mëdha që përballeni ju si institucione vete së bashku kur keni punë me institucionet e tjera shtetërore? Në përgjithësi ekziston një nivel i pranueshëm bashkëpunimi me institucionet dhe shumica prej këtyre tregojnë respekt dhe mikroptim edhe ndaj institucioneve tjera. Megjithatë shpesh hasen vonesa në zbatimin edhe mungesë ndoshta të informimit, ndoshta të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Sa i takon inspektoratit me të gjitha këto kufizime që i cekëm më lart, ne gjithmonë kemi qenë, vazhdojmë dhe do të jemi në bashkëpunues me të gjitha institucionet në vend. Pikërisht për vetë të mirën e vendit, prandaj edhe duhet një koordinim i përbashkët. Po sfidat nuk besoj që janë vetëm me institucionet e tjera, edhe ju vetë si inspektorat. Ku gjeni më shumë mangësinë në vetë punën tuaj? Ka mungesë të kuadrove profesionale? Cilat janë pengesat tuaja të përditshme të them? Domethënë keni fjalën sfidat në inspektoratin. Brenda inspektoratit, po. Në rregull. Në fillim, unë nëse zgaboj mandatin e kam marrë ndikon në gusht të vitit 2024. Dhe me të vërtet institucionin e gjeta në gjendje jo të mirë, po për ta thjeshtësuar më shumë për opinionin, domethënë nuk ka pasur as kushte më esenciale për funksionimin e punës, dhe e para që më ka habi se si një institucion të funksionoj pa një kontabilist apo ekonomist brenda institucionit, dhe jam munduar të paktën ta siguroj një kontabilist për institucionin. Pastaj mungesa e buxhetit të mjaftueshëm, mungesa e resurseve njerëzore, kapaciteteve njerëzore, kapaciteteve ekonomike, dhe po mundohemi që të gjitha këto sfida dal nga dal t'i tejkalojmë, edhe pse përveç këtyre na u ngarkuan tash këto që i ceka më herët të ndryshimet e organeve të administratës shtetërore, kalimi i inspektoratit në ministri, dhe krejt kjo domethënë u desht kohë derisa të stabilizohet gjendja e institucionit inspektorat. Besoj dhe shpresoj në të ardhmen e afërt, për arsye se prej ditës parë kam punuar në atë institucion që ta rres kapacitetin njerëzor, ta bëj sa më efikas punën e inspektoratit me resurse njerëzore, edhe mendoj se deri në fund të mandatit do t'ja dalë që të jetë gjithçka në funksion. Po nga ana e vetë inspektorëve, se besoj ato janë në mbikëqyrjen tuaj dhe e dini pak a shumë se me çfarë pengesash përballen në punën e tyre të përditshme, nga çka ankohen ato më së shumti? Tash prap do të më bëj krahasimin prej fillimit deri sot që po flasim. Do thotë në fillim kur kam hyrë në atë institucion, domethënë inspektorët kanë pasur mungesë të kushteve elementare të punës, duke filluar prej laptopit, të çantave, nuk e di çka,
me të cilët në 6 muajin e parë jam munduar me ja siguruar të paktën këto kushte. Mirë po ajo çka më shumti më ka breng tek inspektorët edhe të punësuarit në inspektoratin për përdorimin e gjunjeve, është ajo që punën që e kanë bërë të përditshme për institucionin, ato mjete nuk u janë kthyer në mënyra të ndryshme dhe për këtë me ardhjen time unë jam munduar sadopak ta zbus këtë çështje dhe veç më kanë filluar t'i kthehen mjetet, e kam fjalën mjetet ekonomike për inspektime që ja bojnë se për shkak se ne domethënë terenin apo qytetet, vendet që jemi në inspektim dhe që na mundson ligji janë prej Kumanov deri në Strug. Edhe do të thotë inspektori duhet me orë në Shkup në qendër dhe të kthehet në Strug apo Kërçova apo nuk e di ku në pjesën tjetër të bëjë inspektime. Krejt kjo kushton, edhe krejt kjo ka kosto. Edhe për atë edhe po mundohem që t'ja siguroj të paktën edhe disa vetura zyrtare që ta kenë punën më efikase dhe të mos merren me punën administrative ose kushtet elementare, po ata të merren me inspektime dhe zbatimin e ligjit. Sa ka pas ndikim i gjithë kjo situatë e vështirë me kushtet jo adekuate që kanë pas më herët inspektorët në vetë rezultatin e punës? Sa ka pas më pak inspektime në institucionet shtetërore, më pak gjetje, më shumë parregullsi krahasuar me sot? Ku e gjeni dallimin? Fal punës profesionale të inspektorëve që i kam në inspektorat, nuk e ka zbej as pak këtë punë që ata ta kryejnë me vullnet edhe ta kryejnë me sukses punët. Jo rastësisht prej fillim që tham, domethënë e kam gjetë institucionin me 90 inspektime në vit, tash i bëjmë 105 inspektime, mendoj se vitin e ardhshëm do të arrisim edhe më shumë numrin e inspektimeve në të gjithë territorin. Edhe pjesa administrative, nuk dyshoj që është paqe e rëndësishme në inspektorat, mendoj është një zinxhir punësh që duhet mbikëqyrje dhe nuk dyshoj se puna që e bëni është realisht shumë e vështirë. Cilat janë pengesat kryesore administrative që vështirësojnë punën tuaj në përditshmëri? Këtu dua ta theksoj te pjesa administrative, mas shumti që kemi nevojë, jo vetëm ne, po të gjitha institucionet për zbatimin e ligjit që po flasim prej fillimit, ka mungesë të përkthyesve. Domethënë, i gjithë institucioni, inspektorati për përdorimin e gjunjeve kemi vetëm një përkthyes. Inspektorati funksionon me 8 inspektor. Parimisht duhet me qenë 8 inspektor, 8 përkthyes, që puna të jetë më efikase edhe tash domethënë përkthyesi aktual që e kemi ka mbi ngarkesë të punës, për shkak se përveç se përkthen të gjitha materialet që shkojnë në inspektim, secili inspektor ai përkthen edhe për punën time, edhe për punën e pjesës juridike dhe të resurseve njerëzore. Mirë po në baza të kësaj, tash nduket e kam nënshkruar një kalim prej një ministrie të caktuar që do të na vjen edhe një kolege përkthyese dhe mendoj se do të jetë puna më lehtë. Mirë po duhet theksuar se inspektorati ka 2 përkthyes, mirë po në mungesë të njërës e cila është në pushim, domethënë tash për tash një vit ka mbetur në inspektorati vetëm një përkthyes. Është kjo për shkak të mungesës resurseve materiale apo për shkak të mos interesimit edhe mos gjetjes kuadrove profesionale për të ndihmuar në punën? Jo, unë mendoj se kjo do të vijë dal nga dal për shkak se veç më kam bën kërkesën te Ministria e Financave për plotësimin e të gjitha këtyre vendeve të punës që po flasim. Besoj edhe shpresoj në një përgjigje pozitive dhe nëse arrimi këtë, atëherë do të kemi numër të mjaftueshëm në të gjitha sektorët, edhe pjesa administrative edhe pjesa e inspektorëve do të ketë numër të mjaftueshëm për punë më efikase. Ndodh që rastet mbeten të patrajtuara për shkak të mungesës së resurseve pikërisht? Deri sot që kam
kam punu dhe vepru në institucion, jo. Nuk kam pas asnjë rast që për shkak të mungesës mos të kryet puna. Domethënë ja dilni, disi ja dilni me ato që keni, Tash puna çdo kryen. punë ka sakrificë dhe mund, mirë po pas sakrificë dhe mund nuk arrihet asgjë. Sigurisht. Ka pas institucione që kanë refuzuar bashkëpunimin me inspektoratin, a keni pas ngjecje të tilla? Tash po më duket po ma bën krahasimin me pyetjen e inspektorit që ja bënën para 2-3 ditëve. Në përgjithësi 99% e thash edhe më herët se bashkëpunimi është në nivel. Mirë po, ishte një rast ku e përmendi inspektori se Ministria e Financave ka refuzuar t'ja jep dokumentacionin për shqyrtim inspektorëve, mirë po edhe për këtë çështje ligji për mbikëqyrje inspektuese u jep të drejta inspektorëve që ta nisin lëndën në gjykatë dhe për lëndën e tillë në gjykatë është ky proces. Dalim pak tek qytetarët. Sa janë të informuar vetë qytetarët për të drejtat e tyre gjyqësore? Qytetarët kanë të drejtë të paraqesin edhe ankesa edhe iniciativa. Ne po përpiqemi të arrisim ndërgjegjësinë qytetare që sa më shumë të jemi më afër tyre, edhe gjatë paraqitjeve të mia publike nëpër emisione, nëpër debate të ndryshme jam munduar të bëj apel që t'i drejtohen inspektoratit në mënyrë elektronike dhe online për mundësinë e shkeljeve të drejtave të tyre. Unë tash krahasimin me ish kolegun tim nuk mund ta bëj se sa i ka pas iniciativa as unë, vetëm me di unë se nuk kalojnë 2 ose 3 ditë pa marrë një iniciativë. Do të ka interes nga qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtat e tyre. Mirë, po për këtë sensibilizim duhet të ketë nga të gjitha institucionet, jo vetëm nga inspektorati dhe institucioni më kompetent që është për këtë gjë që po flasim është Agjencia për Zbatimin e Gjuhës Shqipe, e cila mendoj se i ka bën disa hapa me do racak, me do që ja ka dorëzuar institucioneve se si duhet zbatohet përdorimi i gjuhëve, se si janë ato mekanizmat për me ardhur deri te zbatimi më i lehtë i dy apo më tepër gjuhëve në vend. Edhe mendoj se ne nëpërmjet daljeve publike apelojmë gjithmonë që dhe sensibilizojmë qytetarin që t'i drejtohet inspektoratit për çdo shkelje eventuale. E përmendët Agjencinë për Zbatimin e Gjuhës, sa jeni të koordinuar pikërisht me këtë agjenci dhe a funksionojnë të dyja ndarazi apo keni ndonjë pikë të përbashkët që ju duhet institucioneve njëra tjetra? Po nga vetë nga vetë emrimi i institucioneve, aty shihet se jemi institucione të mëvetësishme. Është Agjencia për Zbatimin e Gjuhës dhe Inspektorati për përdorimin e gjuhëve. Bashkëpunimi po e potencoj edhe një herë është i shkëlqyeshëm për çdo gjë që kemi mungesë të përkthyesve, të mendimit, të drejtshkrimit, i drejtohemi pa hamendje Agjencisë për Gjuhën Shqipe dhe deri më tani komunikimi është në nivel. Si mund të ankohen qytetarët kur u mohohet e drejta e tyre për përdorimin e gjuhës? A përmendet pjesën elektronike? Në webfaqen e Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve është aty për iniciativa qytetare. Aty mundën të drejtohen, mundën nëpërmjet shkresës me post në Inspektoratin për përdorimin e gjuhëve. Mirë po vlen të theksohet prapë se ma shumë dhe ma mirë në konvenon të jetë inspektim i rregullt, për shkak se në inspektimin e rregullt do të thonë inspektohet gjithçka. Në inspektimin e jashtëzakonshëm dhe iniciativat e qytetarëve inspektohet vetëm një çështje e caktuar. Sigurisht, edhe për juve do të ishte shumë më e lehtë. Jo, ne punën e bëjmë si atje, mirë po puna se nëse në një X institucion shkojmë dhe e bëjmë një inspektim të jashtëzakonshëm, atëherë ligji neve na ndalon që të shkojmë prapë në inspektim të rregullt, ka aty disa afate ligjore.
Ka kritika me qemit e opinioni publik akoma, ka kritika të vazhdueshme nga qytetarët se ligji zbatohet vetëm në letër. Në praktik, nuk është se kemi shumë ndryshime si përgjigjeni ndaj këtij konstatimi të vetë qytetarëve. Kritikat unë i marr si seriozisht, megjithatë opinioni duhet ta ketë parasysh edhe këto kufizime të cilit i përmenëm prej fillimit. Nuk është gjithçka në dorën tuaj. Absolutisht. Mirë po, edhe pse nuk është gjithçka në dorën time, ne jemi në krye të detyrës dhe punojmë me nder edhe me sakrificë që të arrijm atë që të gjithë dëshirojmë. Do thotë gjithkush duhet t'japim nga pak që të arrijm diçka. Vazhdimisht edhe thuhet se në vendin tonë ka institucionet të paprekshme, siç e kemi dëgjuar edhe nga qytetarët, por edhe në debatet politike qofshin ato. A keni parë këtë të ndodhur? Ka institucionet të paprekshme që nuk ndëshkohen nga ligji? Nëse keni përcjellën prej fillimit gjatë mandatit tim, unë kam dërguar edhe me vetë iniciativë nëpër ministri, edhe nëpër institucione. Si institucionet të paprekshme nuk besoj që ka dhe do të ketë, për arsye se ligji vlen për të gjithë. Edhe nuk është selektiv për këtë vlen, për atë nuk vlen. A zbatohet ai ligj siç duhet? Sa zbatohet, jemi në krye të detyrës dhe po punojmë çdo ditë me përkushtim që të arrijmë deri te zbatimi në përpjekshmëri i ligjit për përdorimin e gjuhës. Sa është realisht vullneti politik për të zbatuar këto ligje, nëse ndalemi pak edhe nga ana tjetër, për shkak se edhe politika luan një rol kyç? Sigurisht, i kemi deklaratet të gjitha përfaqësuesve politik, të cilët e mbështesin edhe institucionin inspektorat, edhe zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, duke jashtuar kësaj edhe deklaratën e kryeministrit se pse mos të mbahet provimi i jurisprudencës në Shqip, dhe krejt këto, domethënë na tregojnë se kemi mbështetje institucionale dhe politike, mirë po në fund ne duhet ta bëjmë punën profesionale dhe institucionale. Sigurisht. Cilat janë prioritetet kryesore për përmirësimin e situatës në vitet e ardhshme? Cilat janë planet tuaja? Tash po mbjem u përsëritën, po duhet me thonën prapë. Do të thonë rritje e kapaciteteve njerëzore, mundësisht rritjen e buxhetit të inspektoratit për përdorimin e gjuhëve. Në plan e kam edhe hapjen e 4 njësive rajonale në nivel të Republikës, për atë se tash përqendrohemi vetëm në Shkup, me qendrën kryesore. E kemi domethënë në planin tonë me hap një njësi rajonale në Kumanov, një në Shkup, një në Tetov dhe një në Kërçov. A keni mungesë të kuadrove nëse ndalemi nga ana e inspektorëve? A janë ato të mjaftueshëm për t'i plotësuar të gjithë inspektimet që duhet të bëhen, për t'i realizuar ato? Domethënë në inspektoratin për përdorimin e gjuhëve kemi 8 inspektorë aktual të niveleve të ndryshme, gjithsesi se duhet të arrisim këtë numër që të jetë më efikas zbatimi i ligjit. Unë mendoj që ky numër duhet të shkojë deri në 30 inspektorë. E përmendët paraprakisht edhe planet tuaja për përmirësimin e situatës viteve në vijim. Çfarë reformash konkrete do të sugjeronit ju për rritjen e efikasitetit në këtë institucion? Po fillimisht duhet të krijohen kushte për përmirësimin e punës efikase në inspektorat, rritja e resurseve njerëzore dhe normal ne si inspektorat dhe për herë të parë këtë po e shpalos tek emisioni juaj, ne bashkë me bashkëpunëtorët e mi kemi përgatitur një propozim ligj në kuadër të inspektoratit, të cilët do t'ja paraqesim edhe qeverisë edhe parlamentit, propozim ligjin për ndryshimin në ligjen e inspektoratit. Më esenciale e krejt këtij propozimi është që edhe inspektorati për përdorimin e gjuhëve ta ketë cilësinë e inspektorateve tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Pikërisht edhe kjo ishte pyetja ime që do të jau parashtroja, a do të kërkoni t'juve ndryshim të ligjit për të rikthyer edhe vetë pavarësinë e inspektoratit? E kemi gati, vetëm duhet ta paraqes deri te qeveria dhe parlamenti dhe besoj që nëse arrihet kjo, atëherë edhe inspektorati për përdorimin e gjuhëve do ta ketë atë fuqinë juridike që jo për shkak të gjobave, por për efikasitetin ata të cilët nuk e zbatojnë përdorimin e gjuhëve. Sigurisht do të keni autonominë tuaj edhe pse jo, që të funksionojë edhe vetë procedura ashtu siç duhet. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne dhe që ndat kohën për të zhvilluar këtë bisedë informative për vetë qytetarët. Faleminderit, kënaqësia ime. Një apel të fundit për qytetarët edhe institucionet që do të ndjekin këtë bisedë. Bën iniciativë në inspektoratin me përdorimin e gjuhëve në rast të shkeljes të drejtave tuaja. Shumë e bukur, kjo faleminderit që ndat kohën. Faleminderit. Shikues të nderuar, neve do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe së bashku do të rikthehemi sërish në studio.